Sonte, do të vazhdojmë të merremi pikërisht me hallkat e skemës korruptive, të ngritur jo nga shoqëria shqiptare, siç përpiqet ta relativizojë kryeministri, por nga Belinda Balluku me bekimin e Edi Ramës. Por përpara kësaj, do t'ju sjellim disa prej këtyre skandaleve që bazë kanë energjinë dhe infrastrukturën dhe sigurisht Ministrinë e Linjës. Plug ka investiguar gjatë 3 sezoneve 10 afera korruptive, ku shumë prej tyre lidhen direkt me ministrinë e drejtuar nga Belinda Balluku. Skandali i parë i denoncuar ishte skema e krijuar nga Eviz Berberi me kompaninë Net Group dhe Dam SHPK. Nëpërmjet këtyre kompanive, Eviz Berberi arriti të marrë mbi 4 milionë euro tendera, ndërsa denoncimi dhe hetimi më pas nga SPAK i kësaj hallke do të hapte kutinë e Pandorës për skemat korruptive që përfshin një numër të madh vartësisht direkt të Belinda Ballukut dhe atë vet. Plug ka investiguar drejtorin e aviacionit civil shqiptar, Maksim Ethemaj, ku nëpërmjet një kompanie të regjistruar në emër të familjarëve të tij, ai u bë përfituesi një licence për park fotovoltaik nga Belinda Balluku. Për të siguruar financimin e ndërtimit të këtij parku fotovoltaik, Ethemaj gjeti para hua te kompania 4AM. Kjo e fundit është një nga kompanitë e preferuara të Belinda Ballukut. 4AM është denoncuar gjithashtu nga emisioni Plug për përfitimin e mbi 240 milionë eurove fonde nga 10 tendera publik, shumë prej cilëve janë tendera të marrë nga Ministria e Infrastrukturës dhe institucione në varësi të Belinda Ballukut. Sot, edhe kjo kompani është nën hetim nga SPAK për abuzim me tenderat, ndërsa ka përfituar gjithashtu edhe licenca në fushën e energjisë. Dhe fusha e energjisë ka qenë sektori me të cilin Belinda Balluku ka ushqyer jo vetëm interesa ekonomike të kompanive private, por edhe politike. Një prej tyre është edhe Fatmir Xhafaj, i cili duket se pas rënies së Erion Veliajt në burg, është afruar me Belinda Ballukun. Familjarët e Xhafajt kanë përfituar nga Belinda një leje ndërtimi për park fotovoltaik në Bashkinë e Fierit. Kjo leje është dhënë pikërisht për kompaninë e vajzës së Fatmir Xhafajt, por edhe dhëndrit të tij, Ditjon Baboçi, i cili më parë ka qenë gjithashtu bashkëpunëtor i Veliajt në Bashkinë e Tiranës. Leje ndërtimi së bashku me Baboçin ka përfituar edhe Artan Sako, pronari i kompanisë 2T dhe një herasi, vëllai i kryetarit të bashkisë Tepelen, Gramos Sako. Të gjitha këto janë dhënë në një tokë të falur nga Armando Subashi në shkelje të plot të ligjit. Aferat ku Belinda Balluku gjithashtu është e përfshirë në mënyrë direkte, të denoncuara nga Plug janë ato me ndërtimin e rrugëve kombëtare. Emisioni Plug ishte i pari që denoncoi skandalin me tunelin e Llogaras, duke zbuluar jo vetëm se ARSH kishte kualifikuar si fitues një bashkim kompanish që nuk plotësonin kriteret e tenderit, por zbuloi se kostot e kësaj vepre u rritën me 50 milion euro. Lidhur me këtë aferë, Plug zhvilloi disa investigime ku zbuloi gjithashtu se veç ndërtimit, edhe tenderat e projektimit dhe supervizionit janë kryer në shkelje të plot të ligjit. Skandali kryesor qëndron në faktin se tuneli i Llogaras u ndërtua pa 2 ura, të cilat ishin pjesë e projektit, ndërsa edhe sot SPAK ka heshtur për këtë skandal. Belinda Balluku është gjithashtu ministre që ka firmosur ndërtimin e rrugëve si ajo Korçë-Ersek, Çukës-Qafpllocë, Rruga e Arbrit, Korridori 8 Elbasan-Qafthan dhe akse të tjera kombëtare, vlera të cilave ka shkuar në disa qindra miliona euro. Por, në të gjithë këto projekte jo vetëm dyshohet se fituesit e tenderave janë paracaktuar, por rrugët u ndërtuan pa cilësi, duke përfunduar të gjitha në gremin. Qytetarët shqiptar do të paguajnë më shumë se $120 milion për 2 tecet lundruese që nuk kanë prodhuar asnjë kilovator energji elektrike në Vlorë. Emisioni Plug në shkurt të 2025-s investigoi aferën ku është e përfshirë ministre e energjisë Belinda Balluku. Të dhënat tregojnë se Kesh ka shpenzuar deri më tani $40 milion për infrastrukturë dhe karburantin e anijeve, ndërsa kosto totale e mbajtjes për 2 vjet e teceve lundruese kap shifrën e $120 milion. Dyshimet e forta hidhen edhe mbi një prej pronarëve përfitues të këtyre anijeve, i cili ka 10% aksioneve, por identiteti nuk bëhet i ditur, teksa lidhjet e tij shkojnë deri në Iran.